Motoja e ditës së tokës për vitin 2026 tingëllon ndryshe kur dëgjohet në Shkup, Tetov apo qytete tjera që përballen me ndotjen gjatë dimrit. Ajër ekstremisht i ndotur, varfërie theksuar energjetike, menaxhim jo efikas i mbetjeve dhe progres i ngadalshëm në tranzicionin energjetik janë gjetjet kryesore të raportit evropian për mjedisin për vitin 2025 për Maqedoninë e Veriut. Dita e planetit Tokë si vjet vjen me temën Fuqia jon planeti ynë dhe me një pyetje shumë praktike për secilin prej nesh, sa na kushtojnë veset e përditshme që i përsëritim pa menduar fare, nga rryma që e harxojmë përmes ujit që e lëshojmë e deri tek plastikat që i blejmë dhe mbeturinat që i lëm pas vete. Mesazhi i kësaj dite është progresi ekologjik që nuk mvaret vetëm nga një qeveri ose nga një vendim, por nga zgjedhjet e përditshme që i bëmë si shoqëri, familje, punëtor dhe institucione. Dorën në zemër, në qytet vërehet një ndryshim sa i përket pastërtisë. Nuk shihen edhe deponi të egra. Qytetarët e vërejnë këtë ndryshim, por thonë se kjo nuk mjafton, duhet më tepër. Në fundit pak është përvishtu. Mundu edhe më mirë, po... Po ne si njerëz sa të kujdesshëm jemi për ambientin? Kjo është e ullët. Edhe duhet të pabave të ahullit ku duhet. 50% ambienti. I pastër? I pastër, po. Hiq. Mbeturina sa të dush, bok, nuk është i pastër. Nuk është i pastër? Jo. Mendimin tim jo. A mendoni që ka gjelbrim mjaftueshëm në qytet? Shtaj shoh pak më shumë gjelbrim, po duhet sa më shumë me pas. Qytetarët në vendin tonë duhet të kërkojnë përgjegjësi për cilësinë e ajrit, mbështetje për përshpejtimin e tranzicionit energjetik. Planeti nuk pret vonesa administrative, as njerëz që marrin frymë në të. Aktivistët ekologjik alarmojnë për uzurpimin e hapësirave të gjelbra në favor të bizneseve. Fatkeqësisht më shumë kemi një herë në vit ditën e tokës dhe 364 ditë tjera ditën e nën tokës. Fatkeqësisht domethënë, siç thash edhe jemi dëshmitar të asaj të ekspansionit të madh të komplekseve rezidenciale, të cilat për një pavarësisht se s'ka lidhje me temën, duhet përmendim se kanë edhe çmime shumë të larta që qytetarët nuk mund t'i përballojnë, por megjithatë ndërtohet me të madhe dhe nuk po ruhet mjedisi i mjaftueshëm. Domethënë, ndërtohet tej mase saqë nuk ka as infrastrukturë që e përballon atë fluks të mundshëm të banorëve në ato komplekse rezidenciale. Kur mungon kultura qytetare, mungon edhe kultura institucionale, thot Ariani Xhaferi, duke potencuar se si shoqëri civile jo gjithmonë dim ta përdorim atë fuqi në ruajtjen e ambientit. Fuqia e qytetarëve mund të shfrytëzohet në formë presioni edhe në ditën e votimit, do them kushtimisht, edhe gjatë zgjedhjeve, kur duhet t'ju dërgohet mesazh i qartë gjithë politikanëve se gjitha atyre që ne i zgjedhim dhe i votojmë, se gjitha ato tema që po hapen në kohë fushate janë të rëndësishme, por jo aq të rëndësishme sa mjedisi jetësor, sepse mjedisi jetësor shtesë nuk kemi. Në vendin tonë shqetësues është fakti se 61% e familjeve përdorin dru për ngrohje, duke kontribuar në ndotjen e ajrit dhe degradimin e pyjeve. Ky është një rreth vicioz i vështirë për t'u thyer. Familjet përdorin dru sepse nuk përballojnë alternativa më të shtrenjta, por në të njëjtën kohë ndotin ajrin që vetë e thithin. Agjencia Evropiane e Mjedisit në raportin e vitit 2025 ofron një pasqyrë të detajuar për Maqedoninë e Veriut. Shifrat janë të rënda, rreth 3800 jetë humben çdo vit si pasojë e ekspozimit ndaj ajrit të ndotur, që përbën 17.7% të vdekshmërisë totale, duke e rënditur Maqedoninë ndër vendet më të ndotura në Evropë. Humbjet ekonomike nga këto pasoja arrin nga 5.2% deri në 8.5% të brutoproduktit kombëtar, ose mbi gjysmë miliardi dollar në vit. Pyetja më e papërshtatshme në këtë ditë të planetit Tokë është nëse jemi të gatshëm të pranojmë se çmimin ekologjik tashmë jemi duke e paguar. Ndonjëherë përmes llogarive të larta, ndonjëherë përmes ajrit të ndotur, deponive, kurse ndonjëherë edhe përmes parave publike për të sanuar problemet që mund të parandalohen. Dilema mbetet e hapur nëse veset do t'i ndryshojmë sistematikisht, me kohë, me rregulla, ose sërish do të rregullojmë atëherë kur harxhimet do të bëhen të mëdha për t'u injoruar.